Kur fermeri Ben pa që kali i tij ishte shtatzën, ai u mbush me gëzim. Kjo do të thoshte se ai do të kishte një kal tjetër, gjë që mund të çonte në më shumë pasuri financiare nëse do të ishte një kal i mirë. Pasi priti për muaj të tërë, momenti ishte pothuajse aty. Kali ishte gati të lindte, por çuditërisht, ajo refuzonte të lindte, edhe pse kishte një bark gjigant. Beni vendosi të shkonte te veterineri i zonës për të bërë një ekografi. Kur veterineri pa ekografin, ai thirri menjëherë policin. Por çfarë nuk shkonte me kalin dhe çfarë bëri gabim Beni? Kur veterineri thirri policin, ata i thanë se do të niseshin menjëherë drejt tij. Ky kal kishte nevojë për ndihmë të veçantë nga më shumë se thjesht një veteriner. Ky kal kishte nevojë për kirurgji, pasi ishte e qartë se diçka e huaj po ndodhte në stomakun e tij. Mund të ishte madje një situatë jete a vdekjeje. Kur policia mbërriti më në fund, ata ndihmuan veterinerin për të qetësuar kalin gjigant që tani ishte pothuajse pa jetë. Por policia nuk ndihmoi vetëm veterinerin. Ata erdhën edhe te Beni. Zotri, duhet të vini me ne, është e rëndësishme. Beni ishte i shokuar. Çfarë bëri ai gabim? Beni ju përgjigj pyetjeve për veten dhe kalin që e kishte zotëruar që nga rinia e tij. Kur mbaroi me të gjitha pyetjet, ai dëgjoi mosbesim nga dhoma e kirurgjisë. Nuk mund ta besoj këtë, tha veterineri. Por çfarë gjeti veterineri brenda kalit që e bëri të ishte aq i befasuar? Por para se të fillojmë, shtypni butonin like dhe sigurohuni të bëni subscribe nëse nuk e keni bërë ende, dhe shtypni zilen e notifikimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Për pothuajse një vit tani, kali i Benit kishte qenë shtatzën. Beni dëshironte shumë një kal të dytë, dhe duke qenë se e donte aq shumë kalin e tij, emri i së cilës ishte Felicia, ai vendosi të sigurohej që Felicia të lindte një kal të ri. Por kjo nuk ishte e lehtë. Benit ju desh të gjente dikë që ishte i certifikuar për ta mbarsuar ligjërisht kalin e tij. Muajt kaluan dhe ai nuk po gjente dot askënd që mund ta bënte këtë legalisht. Beni pyeti veten nëse duhej të pranonte që ajo që donte nuk ishte e mundur dhe se duhet të kërkonte të blinte një kal në vend të kësaj. Por më në fund, pas muajsh kërkimi për personin e duhur, Beni e gjeti njeriun e tij. Ky njeri ishte i disponueshëm menjëherë. Kështu, brenda pak ditësh, burri qëndroi para shtëpisë së Benit dhe u sigurua që Felicia të mbetesht shtatzën. Beni ishte emocionuar dhe mezi priste ditën kur Felicia do të lindte vërtet. Kishte qenë një proces i gjatë dhe i ngadalt, por në fund, Beni mori atë që donte. Pas një jave ose dy, Beni thirri veterinerin për të bërë ekografinë e parë për të kontrolluar nëse Felicia ishte vërtet shtatzën. Pasi bëri ekografin, veterineri dha lajmin. Veterineri kontrolloi kalin dhe gjithçka dukej se ishte në rregull si me kalin, ashtu edhe me foshnjën e tij. Por më vonë gjatë shtatzanisë, gjërat nuk shkuan sipas planit. Në fillim, Felicia nuk ishte në gjendje të flinte aq shumë sa flinte para shtatzanisë. Por përveç kësaj, Beni nuk ishte më në gjendje të ecte me të në stallat e saj, gjë që ishte diçka që asaj i pëlqente shumë më parë. Beni nuk mund ta kuptonte pse po ndodhte kjo. Felicia u bë gjithnjë më e shqetësuar gjatë shtatzanisë. Beni mendoi se kjo do të përfundonte shpejt, pasi veterineri garantoi se kjo ishte normale. Por në vijim kur ajo duhej të lindte mazin e saj të vogël, ajo arriti pikën e vlimit. Beni kishte përgatitur gjithçka për lindjen për t'u siguruar që gjithçka të shkonte mbar, por Felicia thjesht refuzonte të lindte. Benit nuk I mbeti gjë tjetër veç se të thirrte veterinerin, por Beni dua të përgjigjej pyetjeve që nuk I priste. Veterineri pyeti Benin se si sillej saktësisht Felicia. Beni shpjegoi se ajo ishte e shqetësuar në fillim, por që tani madli lëvizte më. Veterineri u trondit nga përgjigjet e Benit dhe I shpjegoi se ai duhet të sigurohej që Felicia të shtrihej në tokë në mënyrën e duhur. Veterineri shpjegoi se Beni duhet ta shtrinte Felician plotësisht, pasi mund të ishte koha që ajo të lindte një maz të ri. Por shtrirja e Felicias nuk ishte as pak e lehtë, pasi shfaqej mjaft agresive. Beni kishte frikë mos të sulmonte nga kali I tij. Ai po hezitonte. A ishte vërtet e mençur ta bënte këtë? Po si ajo ta sulmonte vërtet Benin? Gjërat nuk mund të mbaronin mirë në atë rast, si për Benin, ashtu edhe për kalin e tij. A nuk kishte ndonjë mënyrë tjetër? Veterineri I tha Benit se kjo ishte vërtet e vetmja mënyrë për t'u siguruar që kali I tij dhe mazi do të mbijetonin. Pasi dëgjoi këtë, Beni u sigurua që t'i afrohej Felicias me qetësi. Kur ishte afër, ai u pozicionua në mënyrën e duhur për t'u siguruar që gjithçka që Felicia do të përjetonte të ishte pa dhimbje. Pasi Beni e shtriu me sukses Felician,
veterineri e kërkoi Benin të ndihmonte për ta shtrirë në një pozicion më të mirë. Sapo ajo u stabilizua, ai më në fund mund të fillonte. Ndërsa ekzaminonte ekranin, toni i veterinerit ndryshoi gradualisht nga optimist në i shqetësuar. Beni vuri re ndryshimin, por qëndroi të heshtur, me frikë mos e shpërqendronte vëmendjen e tij. Pas një mundte të gjata, veterineria tha se duhet të bënte një telefonat urgjente. Zemra e Benit rrahti fort. A ishin kalet e tij në rrezik? Kur veterineria u then, ajo shpjegoi se Felicia kishte nevojë për kirurgji. Bashkuar me Mazin, ajo zbuloi diçka të pazakonshme brenda barkut të kalit, diçka që nuk i përkiste asaj pjese. Procedura kërkonte pajisje shtesë dhe qetësim të duhur, kështu që ajo thirri policinë për ndihmë. Shpejt, oficerët mbërritën në fermë dhe megjithse i konfuzuar, Beni i lejoi ata të hynë brenda. Ndërsa po përgatiteshin për të ndihmuar me operacionin, një oficer ju afrua Benit dhe i tha se duhet i bënin disa pyetje. Beni ishte i shtangur. Ai nuk e kishte bërë asgjë të keqe, megjithatë, pranoi të kooperonte. Në fillim, pyetjet ishin të thjeshta. Beni konfirmoi identitetin e tij dhe pronësinë e kalit. Më pas pyetjet u bën më specifike. Oficerët e pyetën Benin se si kishte mbetur shtatzën Felicia. Beni shpjegoi se kishte punësuar një ekspert të mbarsimit të kajle dhe madje kishte kryer një kontroll të historisë së tij për t'u siguruar që gjithçka ishte ligjshme. Ai u tregoi atyre prova dhe ata e pranuan se veprimet e tij ishin të ligjshme. Megjithatë, ata kishin nevojë për më shumë informacion. Oficeri më pas nxori disa foto kriminalësh dhe pyeti nëse Beni njihte ndonjërin. Ndërsa Beni studionte fotot, ai ngriu. Mes tyre ishte eksperti që ai kishte punësuar. Konfuzioni dhe shqetësimi i pushtuan mendjen e tij. Pse ky njeri ishte dyshuar? Oficerët e shpjeguan se eksperti kishte një histori praktikash mjekësore të paligjshme. Ai ishte i njohur për eksperimente mbi kajve, implantimin e pajisjeve të paautorizuara dhe testimin e trajtimeve të paaprovuara. Veterinerët ishin alarmuar për të vëzhguar përgjithje të pazakonshme lidhur me të. Tani gjithçka mori kuptim. Gjatë ekografisë, veterineria zbuloi diçka të pazakonshme brenda barkut të kalit, një çip mjekësor të vogël implantuar brenda Felicias. Ai përputhej me përshkrimin e pajisjeve që autoritetet po gjërmonin. Qipi kalonte ishte i futur pa dijeninë e Benit. Me ndihmën e policisë, veterineria kryei kirurgjin. Ata e hoqën me kujdes çipin dhe e siguruan atë si provë. Në një kohë të njëjtë, Felicia u përgatit për të lindur Mazin e saj në mënyrë të sigurt. Por kishte më shumë. Ekografia kishte zbuluar diçka të pazakonshme rreth Mazit të palindur. Nuk ishte një rast i zakonshëm. Mazi dukej se ishte një eksemplar jashtëzakonisht i rrallë, diçka që veterineria nuk e kishte parë më parë. Kur operacioni mbaroi dhe Felicia lindi Mazin, veterineria shikoi me mosbesim. I paslinduri ishte vërtet i jashtëzakonshëm. Mundësitë për një lindje të tillë ishin jashtëzakonisht të vogla, 1 në 1 milion, shpjegoi veterineria. Mazi potencialisht mund të vlinte një shumë të madhe parash. Megjithatë, asgjë nga këto nuk kishte rëndësi për Benin. Pas gjithë atyre që kishin kaluar, frikës, operacionit, tradhtisë, ai fjeu vetëm lehtësim dhe mirënjohje. Ai emëroi Mazin mrekulli, diur se lidhja që formua turmes kësaj sprove do të zgjaste përgjithmonë. Ndërkohë, qipi i remuar lejoi autoritetet të gjyrmonin operacionin e paligjshëm tek eksperti. Ai u lokalizua dhe u mor në paraburgim, duke parandaluar dëmtimin e mëtejshëm të kajve të tjerë. Në fund, drejtësia u vendos, Felicia u shërua, Mazi i sigurt dhe Beni u kthye në jetën e qetë të fermës së tij. Pas gjithë asaj, ai më në fund mund të jetojë i qetë me 2 kajt e tij, mirënjohës se misteri i frikëshuar nuk ishte çuar dhe tragjedia, por në një fillim të ri. Po ju, çfarë mendoni? A do ta falnit personin që bëri eksperimente me kalin tuaj vetëm se në fund lindi një maz i rrallë? Shkruani mendimet tuaja në komente.